Apo duhet me prit shtatorin? Unë po më neve shpëndërlidha me avokatin, du me thonë të pjesa e mungesës se ku me shku mua në ku, du me thonë, na si qytetar s'ki, sepse po do bënim antarët Këshillit e Evropës, tash e kishin Strasburg atje. Mi po fatkeqësisht edhe këtu s'shkoj mirë, sa i përket punës që e boni qeveria edhe mos punës, me thonë. Lartë për mu kjo është një situatë me të vërtetë shumë e ndihshme, sa herë flas për gjykatën speciale, më rikthehet memoria tash 6 vjet. Tash 6 vjet është arrestimi, du me thonë, nëntor bëhet, mirë po, votimi në 2013 ka qenë pikërisht korrigo, e kujtoj shumë mirë që në momenti kur jena detyru me votu, që më vjen t'i përkesh kur e thonë, po është kjo një realitet, unë e herën e parë si deputeti nuk e kom votu, kur ka ardhur drafti. Absolutisht, na kena besu plotësisht, unë e kom besu plotësisht në institucionet ndërkombëtare, edhe përfaqësues të ambasadës amerikane, të shtëpia dhe angleze, të unë e kanë ardhë, për me marrë këtë votë. Sepse, absolutisht, u konë, jo presion, unë e po marrë që ty të ka bindë, sugjerem, sepse ti ke besu në drejtësi, ke besu në bashkëpunim. Jo, e thash mirë po, është kur ta kështu është një lloj deturimi, sepse unë e komendu për Kosovën, se cilin nga deputet që e ka mendu votimin, e gjykatës speciale. Ka me qenë drejt. Absolutisht, nuk e besu ti që ka me shëndru kjo në gjykatë politike. Ty të ka thonë që duhet m'ja hiq këtë faqe të zezë Kosovës se jonë të besu në këtë akt akuzën që u vendos për mes dikmartit. Do me thonë, na kena besu që ka me dalë, thjesht e drejta në pa. Edhe ti nuk mundesh me i thonë ju bashkëpunimit me Amerikanë, sepse u konë situatë tjetër, nuk është marrëdhënia si kur sot. Ka qenë një marrëdhënie Florent shumë ndryshe me përfaqësues të ambasadës amerikane. Në çdo letë që kemi vendosur, na kena pas përfaqësues brenda të institucioneve ndërkombëtare. Në momentin kur na kemi votu, kena besu që s'ka me qenë gjykatë politike. Nuk e kena besu që kanë më marrë akt akuza ka më ndërtu edhe mbi fakte nga Serbia. Pra ti ke besu që ka me pas drejtësi edhe okej, duhet me themelu Kosova sepse ta bën Rusia. Pra që tu kanë qëllimin frikës. Si Kosovë? Unë e konsideroj që nëse nuk ka me pas një vendim pozitiv edhe me dalë me të vërtet, me dalë liri, me fitu lirin udhëheqësit tanë politik të ushtrishtrimtarët të Kosovës, atëherë kjo kish me dalë si një tradhti. Sepse shtetet demokratike të cilat e kanë financu, unë e kom besu që ato edhe vazhdojnë, kom besu që kanë me reagu në shumë momente kur e mbo shkeljet të drejtave të njeriut. Pikrisht, bile dhe tani, sepse nuk ka as një logjike shnosh e njeriut, nuk e akcepton se çka mundet me ndryshu pe korrigun dhe shtator. Kur e dim që ato provat janë mbledh. Edhe e dim që burokracia që i shoqëron këto shtete, edhe burokracia që i shoqëron gjykatën dhomave speciale, me marrë një vendim të, që është vështirë, pra, ty duhet me shkru vendimin një muj. E lemo me vendos dhe në shtator. Pikrisht që kjo, po mu më shqetëson, personalisht, unë nuk jam juriste, po mu më shqetëson, mënyra se që janë trajtu deri sot, më shqetëson edhe vendime. Po prap du me besu se gjithë këto shtete demokratike që e financojnë, e kanë financu, nuk kanë mja leju vetit, me majtë si kujtim, si një praktik shumë të keqe, të një gjykate që fillohet si gjykatë juridike dhe përfundon gjykatë politike, sepse dihet që tash dihen dhona që u formu si një farë me qujt për shkak të interesave geopolitike, për me afru Serbin që atë kohë edhe prapi tradhtoj Serbia, pra nuk jam majti fjallën, sepse në momentin kur neve na ka ofru si draft, neve na ofton pikrisht kjo, do më thonë që na duhet me dëshmu këto, sepse forcat e natës janë hi për me shliru Kosovën edhe duhet më bota është një farë lloj balanci, hajde me treguna besueshmërinë të institucioneve ndërkombëtare. Por ndryshe, kush e kish votu? Do me thonë, na e kena ditë shumë mirë që liderët tonë politik, na kanë me shku ata, nëse dikush gjykohet, kanë me shku ata të partë. Na kanë ditë shumë. Por që ata, unë po du me besu që fundi e kanë ditë, absolutisht, tashimi neve na ka thonë vetë. Përqëtave më ka tërgu. Na ka thonë neve, deputetëve. Përqësin më të modhe kanë disa shqiptarë, që s'po du me ja përmenden, a më ka tërgu vetë, se vërejtja është, se kjo procedur e mangt e centralizume me konë këtë gjykatë. Që do problemi si ti, qare pa e caktu gjykatën s'ki pas. Mu vjen më shumë të keq. Bazë toke bes me shku, ose me shku